Pse tani? Kjo gjykata lartë. Ç'është kjo ndjeshmëri, ky shpërthim ndjeshmërie për të vobektit në përburgje që ka plasur në vend. Se kjo është shumë interesante kjo. O do të vdes brenda burgut. Jo më jo. Që të ngritet një situatë sociale për të ndryshuar gjendjen. Baton, janë 139 të vdekur për 5 vitet e fundit. 139. Bilac luftë. Po pse më sot vdiqën këta? Po jo më sot, më ti ke vetëm i hallën e... Ore, nuk më bëhet vonë për politikanin, ore. Po si s'më bëhet vonë, ata po shkatrojnë Shqipërinë, valla. 4.000 shqiptar kot, por... Ata po shkatrojnë... Ore, bëj ligjin, mo, dënoj politikanin. Po jo pra se këta po e bëjnë për shpëtuar politikën. Po jo më ndryshoj atë, bëj, të mbajmë aty fokusin. Po pse më, o tan, ti e hak të ti që gjykata lartë Befas vurin dorën zemër dhe thash shiko gjunafta këta të burgosit e shkret. Gjykata lartë. Si ta zgjidhim këta? Mori Bekteshin e shkret, Bekteshin nga Lezhë. Po rastin e 7 kg. E mori Bekteshin e harruar. Pa tjetër që e bëjnë. E splurosi Bekteshin. Që të nxirrte një ligj për të pambrojturit si Bekteshi. Pikërisht pra. Se i vinte këtyre që i ka vënë të gjithë shokët e Fatmir Xhafës. Kjo pra është pra. U vinte keq për Bekteshin, jo për miqtë e Fatmir Xhafës dhe miqtë e vet. Pikërisht pra ata këto po them Ore, kjo është qartësisht në 103 i Kodit Procedurës Penale, të cilin nuk e la Bashkimi Evropian Edi Ramën ta ndryshoj, i shndërruar në vendim unifikues gjykatës lartë. 4.000 veta atje. Kaq, të lutem se folja s'të ndërpreva. Jo më dakord, po them. Mos më ndërprit, të lutem. Kaq është kjo. Kjo është që ata që kanë mbrojtje politike nuk do jenë në burg më. Kjo është qëllimi, pra. Pse e thot? Vendimi thot, dhe i takon prokurorit, po i takon prokurorit të vendos. Pastaj, gjykata thot, vendos. Jo vetëm bazë të asaj që thot prokurorit. Për të shpëtuar këta? Në sekundë të mërojnë. Për gjykata thot, vendos në bazë të personalitetit personit. Qa është kjo personalitetit? Që dëshoj personalitetit Bektesh. Jo është personalitetin e caktojnë në kushtetujmë. Kush është mi fukishmi? Si që ka përcaktuar që... Personaliteti personit është këshu pra. Si që ka përcaktuar doktori që Merjemi as ka personalitet lartë. Qose ai është kryetari i gjykatës lartë. Ndan ai kush ka profil lartë, kush ka profil. Qose është kryetari i gjykatës lartë, kryetari i gjykatës shkretuse, kryeministër, ministër, kryeministër, kryetar bashkie, ai është personalitet. Mund shkoj e burg tani pra. Pra është në 103, që i përjashtoi këta nga arresti me burg. Pikërisht pra. Është zbatimi i 103, i fshehur, i kamufluar si vendimi unifikues i gjykatës lartë. Dhe këtë e bën njeriu Fatmir Xhafës në drejtësi. Të këpë rasish kjo. U shërbim politikanëve që janë sot në paraburgim. Fatmir Xhafa fillon punën, vendimi unifikus meret, ju më thoni të dalin të pafajshmit, të pambrojturit. Kush do merë në pambrojturit s'po dalin do të gjyq, jo më të dalin nga burgu. Ata s'gjejnë do të, nuk ka gjykat për ata më. Pambrojturit nda janë pambrojtur do? Qa po themi ne, a nuk po themi ne. Ata do të hanë gjithësësi. Shqipëria ka backlogun më të madh. Ore të pambrojtur s'mund t'jenë të mbrojtur thoj. Ka dosjet e pashqyrtuara më të mëdha në botë. Nuk po hiqe dënimi politikanëve. Politikanëve që janë sot. Nuk hiqe dënimi mos na bëni budallë. Po jesh arresti më burr, si po jesh? Je arresti në burg. O tan, shiko. Ore mas paraburgimi. Ke ide që është mas paraburgimi? Po flet me mua. Që kam një vite në ndërmuaj paraqitem atje. Ti si më burgo, valla. Ti jam më keq. Unë jam më keq. E kam akuzë më të rëndë. Lemo në po flasim për paraburgim. Si do ta zgjidhë? Ata nuk e ka i gjykat. As lek, as avokat, as drejt. O tan, atë se ka i gjykat. As ti s'më mbron. Përkundër, ti thoj jo, se po shpëton një politikan, bëhet për ty ose të bëhet për ata. Politikani do ta ruaj. Do ta ruaj në mundove të atij. Mori vendim gjykata, nuk është dënimi me burg, është para. Dëgjoj, vetëm mos fol. Është heq masa. Mori gjykata në një vendim për detyrime paraqitjen, për masën e sigurisë. Ore, çai ka ndodhur? Mori në një vendim. Çai ka ndodhur? Jo, valla, se detyrime paraqitje je ti. Është detyrim paraqitje. Po çai ka ndodhur? Çai ka ndodhur Berishës? Si çai ka ndodhur? Nuk do dënohet. E ka shmangur në dënimi? Jo, se ka shmangur. Që u morë ky vendim është për pyetja. Fillo, pse u morë? Ky vendim u morë. Do vendim ka një prapavim. Që direktiva e Edi Ramës të shkojnë në vend, kaq. Po atjetër, po do ta ndjej. Po jo për popullin, mos doni për popullin. A duhet të rinë ta paraburgim apo jo? Politikanët të diskutojmë. Por vendimi është për grupin e njerëzve të miqtë të Fatmir Xhafës. A di të njerëzit paraburgim këtu më tonë? Sepse prokurori dhe gjyqtari i merr lekët mirë për Shqipërinë. Jo te gjyqi. Ai korruptohet më keq gjykatës. Prokurori dhe gjyqtari nuk i merr lekët e dënimit fundor, po i merr te masa paraburgimit. Si ka kjo më ne u flasim. Ka shumë rëndësi se ban dhe njerëz. Otan. Ai është gjoj një sekond. Ora se shiqë dënimi politikanëve. Sepse po i gatrojnë njerëz. Ai që është i dobët, do vazhdoj të jetë i dobët dhe do vazhdoj ta haj.
Problemi ta lëm kështu pastaj. Po kështu është më vllak, kështu është personaliteti. Po më shkruajnë e dyanshme është kjo sepse më shkruajnë për shembull që kjo është bërë për politikanët, por shpëtojnë dhe shqiptarët. Si shpëtojnë? Nuk shpëtojnë mëse... Do është ta më Bekteshi, hajtë, ma thuaj. Kush do të? A i Bekteshi në që u morë sot, u ra në arrespia. Si shpëtojnë, shketi? Nuk shpëtojnë, se nuk është personaliteti njohur për gjykatën e. Nuk ka rrethanë në të gjykatën e. Politikanëve që janë sot... Ore, nuk shpëtojnë njëzë... Politikanëve që janë sot në paraburgimin, ndihmon kjo ajo? Jo. Jo, më lak, shpëtojnë popullën e thjeshtë. S'kam Do personalitet. me thënë Metën, Veliajnë, Beqajnë, jo. A, këta po. Do vi momenti i do rishurtohet. Sebes... Mazë e sigurisë, një në 3 muaj rishurtohet mazë e Po për Spakun çdo thot ky vendim tani. Kjo bëhet për Spakun. Ndimi këtu është, të pengojnë Spakun nga jetimi, sepse shiko, problemi që në këtu për shumë, këta që janë të fuqishëm, këta kanë mundësi të prishin provat, zotri. Se nuk i prish ai i dopti këta. Tani këta që kanë mundësi të prishin provat, këta kanë mundësi që bëjnë ligje që të mos arrestohen paraprakisht, që të vazhdojnë të kenë mundësi të prishin provat. E para, dhe dyta, kjo është një nga gjërat, se tjetra që duan të bëjnë këta, është heqin atë shpërdorimin e tyre si vepër penale, e dyta. E treta është heqin mundësinë që të marrësh telefonat. Pra këta duan t'ja heqin gjitha mjetet Spakut që të mos hetojë, me qëllim që këta të shpëtojnë nga hetimet. Gjithë problemi këtyre ky është, dhe pastaj e shesin këtë si dhemsuri për fëmijët. Me që tanë se the këtë që kemi numrin më të lartë të paraburgimeve. Jo, vdekjes... Jo, edhe të paraburgimeve, sepse e thot dhe Rama gjithë ditën këtë që kemi. Por e kemi numrin të lartë paraburgimeve, sepse jemi vendi me nivelin më të lartë kriminalitetit. Dhe jemi vendi ku... Jo, nuk je. Patjetër më dhe. Nuk je. Nuk je. Si më jo, ti ke mafia, ti ke sot pra qonë mesazhe kërcënuese. Po ta themu, mesazhe ka kudo, nuk është problemi mesazhe. Jo, mëse s'ka kështu si këtu. Po nuk ka. Kanë Itali dhe në Francë. Tani, para 2 ditësh të nxorëm një video bashkë me kolegun Flamur Vezaj, një video se çfarë bëjnë për burgje. Na kanë marrë, mua më ka marrë vetë që nga Kalifornia e deri në fund botës, e nxorëm, çfarë na bën? Tani ku vetë ta ankojmë? Vetë ankojmë në Spak që më kërcënuan. Ndërkohë prokurori Spakut ka 10 bodyguard, se thotë po më kërcënojnë. Po mirë më të zotri, po e marrë për sipër ta bësh të punën bëje. Po se bën dot hap kraun. Kjo nuk është arsye për doktuar prokurorimin. Kush ajo që the ti? Kush ajo që the ti në rast? Kush është problemi këtu? Ta që jetojnë apo këta që vjedhin në burg? Por po ta them edhe një herë. Sepse ne po bëjmë ligje të pengojnë këta që jetojnë. Ore çapo ndodh sot me Ilir Metën që të thotë, ja ku i ke 50.000 euro, më çon arrest shtëpia. Ti Metës si ke kapur asnjë që ndark. Mbaj ato 50.000 euro të paktën. Pse më qëllimi jonë është të shpëtojmë 50.000 euro? Qëllimi është dënojmë ata që kanë vjedhur o burg. Ore, a di si është në burgje mo? Hyni një herë më ta shikoni se çfarë është atë. Pse më ke 50.000 euro që i kanë ngjitur. Ore, po them në rastin konkret. Ai nuk deli pa fajshëm. Por ti e ke në mas Meta ka një çështje të parapërshtatshme. Po mos e duke qenë jashtë. Ai e përdor. Ore, Berisha ka dalë jashtë. Çfarë po ndodh nga momenti që Berisha doli jashtë? Çka ka ndodhur? Çka ka prishur hetimin? Del protestonte dera. Berisha nuk ka pas një masë arresti. S'ka pas masë arresti. Si s'ka pas mo? S'ka pas valla. Po arrest. Po jo, ma ajo ishte për shkak se nuk ju bind prokurorisë. Si ka më mas sigurie ishte ajo. Po si ishte mas sigurie? Po është mas sigurie, mos e Berisha ishte mas që erdhi për shkak se nuk respektoi. Po dakord, ma është mas sigurie. Po jo mos është mas. Është një mas sigurie. Që erdhi për mas sigurie. Ishte për Mor zotri. Në vlerësimin e prokurorit, Berisha nuk po i kërcënon provat. Mund t'i kërcënojë, po ne themi si ka menduar gjykata. Ore, nëse shkoj unë sot, isha për masën e sigurisë. Kurse Meta mban burg se kërcënon provat valla. Të kam dëgjuar vazhdimisht e flet teori. Po them më praktik. Në masë sigurie. Nëse unë nuk shkoja sot në orën 1, nesër caktohet një masë tjetër sigurie të çojmë burg. E di këtë? Po, normale. A di këtë? Tani me Berishën. Po prit më tani. E çove, vetë zbute, doli e palishme ajo që kishin marrë ata. Dhe që ta dishti ky vendim a di pse është marrë? Sepse kemi humbur në Strasburg, janë 3 vendime rresht. Sepse kemi shkelur ligjin. Sepse jemi bërë represiv. Sepse i mbajmë njerëzin në burg pa i dënuar. Kur u bëm represiv? Dënoj edhe mbajmë burg. Çfarë fitojmë ne duke mbajtur burg? Po ne kemi dënuar njerëz për drita valla. Po mirë, të vazhdojmë të dënojmë. Ka vdek tjetri, ka vrarë vetëm. Do të jemi në emision të ardhshme, do ta vijojmë këtë bisedë. Relative është gjithçka. S'ka asgjë relative këtu, ata i bërtasin fitore, afusin kot. Nuk ka asgjë fitore. Po ky e kam në shpinë. Përveç fitore. Hajde provojmë. Ajo që ka në shpinë këtu, s'ka lidhje me këtë. Po si s'ka lidhje me këtë? S'ka lidhje me këtë mo. S'ka lidhje mo. Po krasim barazën me burg si masë sigurie. Ikim sepse po masë sigurisë bëjësi. Po ja nisin burg. I ftuari tjetër, Saliani po më bën me shenjë që nuk ka shumë kohë. Vetëm një sekondë. Një sekondë për të çështje. Ftue.
nuk ka ndryshim të politikës penale në Shqipëri. Politika penale do mbetet e njëjta. Spaku do bëjt vetën, prokuroria do bëjt vetën. Masa e sigurisë mund t'i rëndoj sa të doj. Këtu ka vetë një ndryshim që i përket arrestit në Burg, që është meraku i Edi Ramës, vetëm kaq. Dhe ky merak i Edi Ramës u reflektua te vendimi i gjykatës, kaq.